Geri apo Gerion? Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Të thrasin Geri apo Gerion? Si e kanë më kush është emri yt i përditshëm? Geri. Ndërsa Gerion të thrasin Zyshat, besoj. Zyshat, Gerion çon në mësim? Kur merr tonin, Gerion. Vetëm mami, domethënë shpesh herë thret Joni. Mamat gjithmonë gjen ato emrat më të bukur për të na thirrur kur na përgotelin. Pastaj për së gjati kur shejtoni për të tërhequr vëmendjen edhe për të thënë ato gabimin që ke bërë, na thrasin gjithmonë për së gjati. Geri, kënaqësi që të kam këtu sot për të ndarë një bisedë shumë të këndshme për rrugtimin tënd, profesionin tënd. Unë në fakt të njoh shumë pak, je nga të vetmit personazhe që i njoh shumë pak. Kjo ndoshta edhe për shkak që ti ke qenë dhe i larguar për një farë kohe. Edhe jemi shumë kurioz të njohim një djalë, profilin e një djali që ka investuar në sektorin e turizmit si bartender. Dhe do doja që ta nisnim si ka nisur profesioni yt, rrugtimi, profili, çfarë të ndaloi ty tek bari? Do të thënë, rastësisht jam gjetur në këtë fushë, motra ime është më e madhe. Ajo ka kryer një kurs për bartender, dhe në kohën kur unë isha student, unë vazhdova studimet e larta për menaxhim hotel restorant në Durrës. Dhe në vitin e parë studimeve u futa dhe në punë si ndihmës manager, gjithmonë se isha pa eksperiencë. Edhe gjeta veten mirë, edhe e prorët që na shikonin, që vendosnin për ne, domethënë do vazhdonim apo jo. Do ju mbanin apo jo? Pan që unë kisha prirje, domethënë të punoja mirë, pastër, me cilësi, ajo që kërkon puna jonë. Edhe nga aty pastaj hap pas hapi vazhdova rrugtimin si banakier, më pas si bartender. Se normalisht janë të ndara, domethënë shumë shpesh na bëjnë janë shumë të ndara. Prezantimin baris, baris është një njerëz që përgjithsisht ofron shërbimin e kafe macchiato, domethënë të ngrohtat kryesisht. Ngrohtat, po. Sa barmeni është tjetër që barmeni pastaj është një komplet dimension më vete, shumë i zgjeruar. Në fakt nuk të kufizon ndryshe nga pjesa e të ngrohtave kafeterisë, që edhe aty ke mundësi që të eksplorosh, por jo si tek bartender. Ishte një profil që ti e bëre me qef apo u gjende në këtë? Po, me shumë qef patjetër, pasi edhe shkollën isha në një drejtim, dhe thash pse jo. Motra e vazhdon të njëjtin profesion apo e ka ndryshuar? Jo, akoma. Më thënë për momentin është pa punë, po deri periudhën e fundit që punoj ishte në të njëjtin profil. Shumë stile, shumë hile, nga motra i kam mësuar, duke qenë se ka studiuar një kurs, ndoshta unë kam pas mësim autodidakt. Ti je më tepër autodidakt që e ke mësuar profesionin. Po shpesh me njerëz na ka dash të punoj me njerëz të njëjtë, thoshin gjithmonë shprehjen që nxënësi është më i mirë se mësuesi. Tanë unë bëra më i mirë se motra ime. Edhe kështu. Po në fakt edhe për vajzat ishte një profil shumë i bukur, edhe vajzat në të bërit kokteleve do të impakt kur shikon një vajzë, domethënë që head shakerat, është shumë e bukur, po. Kështu që motra nuk duhet ta stopoj. Kam një drejtim tjetër, ajo është largu tani nga Shqipëria, po. Edhe nuk e di, ndoshta do jep mundësia për ta ribë si punë. Për të rikthyer në të profil. Ti përfundove shkollën që kishe nisur pra hoteleri turizmin në Durrësit? Jo. Si ndryshoi dinamika e vitin e tretë profesionit tënd? Studimeve, ne u përballëm me karantinën, edhe unë më thonë atëherë nuk e besoja që i humba shpresat, më thonë për shkollën. Edhe po e lash shumë lëndë pa marrë, edhe ndërpreva pothuajse fare studimet, vazhdova vetëm punën. Pastaj pata një rikthim një rikthim në një universitet tjetër, ndrova edhe pak profili në administrim biznes me profil menaxhim, në të njëjtat ujëra. Edhe kështu. Po të dukej më interesante pjesa e menaxhimit? Po.
të ishe pak më i përgjithshëm, sepse aspiratat fillojnë të ndryshojnë. Po. Duke qenë se për një kohë gjatë kam punu në të njëjtin vend, duke pa gjithë sektorët e hotelerisë, unë kam punu gjithmonë në hoteleri, dhe në shtyllën e kurreshja për të pasur si funksionon gjithë sektorët, domethënë duke filluar që nga pastrimi, nga kuzhina e me radhë. Po, për një menaxher të mirë, po edhe si përmarrës mirë, duhet i di të gjitha hallkat. Ti dhe me origjinë nga Durrësi, apo jo? Me origjinë jam nga Dibra. Apo nga Dibra? Po. Po edhe Dibra quhet për mikpritje. Po, pritjet e mi kanë ardhur shpejt, edhe unë jam lidhën dhe rrit në Durrës. Pastaj Durrësi ka qenë një nga qytetet me turizëm më të zhvilluar edhe më përpara, se tani po themi që të gjitha qytetet e kanë marrë vëmendjen e turistëve dhe më vjen mirë që po zhvillohen dita ditës, po kemi më shumë turist, po investohen, po hapen guest house, po punësohen sa më shumë të rinj etj, ndërsa Durrësi ka qenë i hershëm, mbase si një nga vendet më të hershme të turizmit. Dhe kjo duhet të ketë qenë prap një plus, avantazh. Një avantazh shumë i madh që ti të investohesh në atë sektor. Po, realisht domethënë puna që bëjmë pëlqen, më janë radhit gjithë avantazhet, le të themi. Domethënë shtëpia ime nga puna është maksimumi 6 minuta me lartësi. Facilitetet e mundshme, domethënë. Gjitha opsionet. Durrësi po ndryshon shumë, po bëhet shumë i bukur. Unë kam fatin që jam shumë afër zhvillimit, domethënë jemi shumë afër portit, hoteli në cilin unë punoj tani. Është shumë afër portit dhe mendoj, domethënë duke u shtuar risi, duke u shtuar puna, turistët, edhe ne si individ, domethënë mund të rritemi. Shërbimet normalisht shton shërbimet edhe ne rritemi në profesion. Ajo që ka pëlqyer mua gjithmonë nga Durrësi përveç qytetarisë është që ka patur një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit dhe nuk ka patur luhatje siç mund të kenë zonat e tjera bregdetare, qytetet e tjera, por e ka ruajtur me stabilitet dhe ka ardhur gjithmonë në rritje, por pa e humbur, pra pa patur këto lëkundjet, zbrastit her pas here, po edhe me çmimet ka qenë gjithmonë besoj i kujdesshëm, kështu që ka një rritje shumë të qëndrueshme dhe e ka ruajtur në vijimsi. Geri, po si erdhi kjo ideja jote për të emigruar? Duhet krijoje eksperiencë, e pa dëmendjen të ikësh edhe të eksplorosh vendet e tjera, të shikosh çfarë ndodh atje. Gjitha bashkë, po mundësia u kriju domethënë nga familja. I pari që emigroi ishte babi im, fillimisht në Hungari. Pastaj mamit ju dha një mundësi punësimi në Itali. Edhe vendosi që të ikte në Itali. Pas mamit iku te babi në Itali, pas atyre edhe unë. Pra ishte në një farë mënyre jo vendimi yt i drejt për drejt. Asnjëherë. Si e kujton atë periudhë? Ka qenë fiks pas një vit ndoshta pas karantinës. Domethënë donim provonim diçka të re, kishim me të vërtetë nevojë, edhe normalisht fillimi në çdo vend i vështirë. Ne kishim pak fatin se kishim njerëz në Itali që kishin vite që jetonin, që na erdhën ndihmë. Plus dhe Italia duket shumë afër nesh në shumë aspekte. Edhe ndoshta kjo ta ka bërë ty më të thjeshtë. Fiks. Vajte në Itali dhe fillove punë në profilin tënd, si e zhvillove më pas atë eksperiencën tënde atje? Pak a shumë, sepse edhe eksperienca ime kur unë u largova në Itali nuk ishte shumë e madhe. Ndoshta akoma të mësoje, po disa detaje domethënë që mbaj mend, ne në Shqipëri kemi një stil ndryshe shërbimi, ndryshe nga italiani. Realisht më pëlqen stili italian i shërbimit dhe i çdo lloj produkti që ato konsumojnë në orare të ndryshme. Do të shumë shpesh bëjmë edhe batuta aty te puna kur më porosisin macchiato e zen. Macchiato vjen nga italishtja. Do të thënë është një gjysmë kafe dhe një pikë qumësh, një njoll. Macchiato është njoll, po. Ashtu bëhet në Itali. Edhe kur e pash për të parë, më thonë isha, kjo është macchiato e shkurtër. Nëse na e Shqipërisë 50-50. Ne kemi macchiato alla shqiptare të bërë në mënyrën tonë. 50 kafe, 50 qumësh. Ose cappuccino nuk mund të pije pas dreke. Në orar pa orar, kur të teket ty për të pirë cappuccino. Më thë kryesisht tek kjo pjesa ka marrë eksperiencë.
spricin e famshëm që kanë italianët. Edhe stilin elegant të shërbyerit, kanë gjithmonë këto baret pritja që i hapin gjithmonë në darkë, pra trotuaret që ti gjatë ditës i ke për kalimtarët, ndërkohë në darkë kthehen ato tavolinat ndoshta me mbulesa apo tavolina të larta për bare. Kjo më ka bërë përshtypje një diskotekë që frekuentoja, unë sa ato e quajnë diskotekë, ne ndoshta e quajmë disco ose party, nuk e di. Domethënë pas shërbimit ushqimit deri në orën 10 shërbehesh ushqim. Domethënë gjithë tavolinat që ishin largu tani ktheheshin tavolina bar. Unë preferoja të ulesha në banak, të shikoja Ti doje banakun, punën, po, dhe të konsumoja patjetër pije aty në banak. Edhe gjithmonë prosesja specialitete të ndryshme që të krijoje idenë, provoja shijet. Çfarë të bënte? Gjithmonë në dorë bartenderit. Më impresiona. Gjithmonë, domethënë duke i dhënë 2-3 detaje të shijeve të mia. Çfarë doje? Patjetër. Çfarë të bënte më shumë përshtypje nga ajo që shikoje? Pra mënyra e shërbimit. Ne në Shqipëri jemi të ndarë në banakier edhe në kamarier. Ndërsa ato ishin rotacion. Domethënë edhe dilnin merrnin porosinë te klienti, ngrenin tavolinat, hynin banak, bënin porosit. Kjo ishte ajo që komunikojnë me klientin, ka një spontanitet dhe më ka dhënë gjithmonë një shihet mirë. Edhe kur i kthehem në Itali, i provoj prapë këtë eksperiencë, më pëlqen mënyra e shërbimit që ato kanë. Italia është gjithmonë një shembull i mirë për të marrë, sidomos në turizëm, kryesisht në turizëm, po edhe në shumë çka tjetër, në art, kulturë etj. Qëndrove në çfarë vendi gjatë asaj kohës? Në Pisa, një vend turistik që turistët nuk mungojnë kur, besoj që në provincë Pizës, po siç themëm që jetojnë Durrës, unë rri fiks në Durrës, në Rashburg, po 6 minuta tash nga Durrësi. Po provincë e Pizës, e veri do të thon Toskana e ka. Toskana është gjithmonë aty është shija, mendoj unë. Ushqimi, vera. E të gjitha bashkë. Pastaj ti u riktheve me një qëllim të caktuar, me një bindje, me atë know-how që ndoshta kishe marrë për aq kohë sa ti qëndrove. Pra ishte zgjedhja jote për të kthyer dhe për të siç e thashë, futur prap në sektor. Siç e thashë më parë që nuk ishte zgjedhja ime kur shkova. Kur erdha, po ishte zgjedhja ime, unë si person nuk bëj plane, po thjesht ecin në varësi të ndjenjave. E ndjeva që duhet kthehesha këtu. Ne kemi shpesh shumë bukura, gurirën të shëndet vetë. Po, është vërtet. Po ishin shumë gjëra bashkë, ishte edhe shkolla, që unë e lash. Pa e përfundu. U riktheve prap. Sepse, domethënë, vendet aty janë. Unë mund të rikthehem prap në Itali ose në një vend tjetër, mund të zgjedh të rikthehem. Po dhe atëherë kjo që e vendosa të kthehem, kryesore ishte për shkollën. Pastaj edhe për disa probleme të mia personale që më duhet të rikthehesha. Që duhet i zgjidhe vetëm në Shqipëri. U riktheve me një mendje me një ide të qartë se çfarë doje të bëje, apo prapë fillove si thua nga fillimi, nga zero këtë pjesën e rikthimit në Shqipëri, për të qenë prapë po në sektor, për të hyrë prapë aty ku e kishe lënë? Patjetër, pa dalë fare nga profili im. Do fillova normalisht nga zero në një vend pune të ri. Krijova shumë shpejt vendin, le të themi. U futa fillimisht si banakier i thjesht, më pas isha shef banaku, më pas shef bari e tjerë. Do thani krijova shumë shpejt mundësitë, edhe të them drejtën edhe kam qenë me fat nga kjo ana, se më është dhënë mundësia për ta ushtruar domethënë në atë pozicion. Ajo hapësira për të treguar ti aftësitë tua. Patjetër. Mendoj që jam shumë i mirë në menaxhimin e punës, organizimin e punës. Kam pas fat të punoj me menaxher shumë të mirë, me kryekamarier, siç themi ne, shumë të mirë, që më kanë mësuar shumë gjëra, domethënë, nga më elementare. Është shumë e rëndësishme, pastaj edhe shumë vendimtare ajo puna në ekip, ajo sinergjia e grupit. Do të jesh me fat që jesh njerëz punëtor. Domethënë fillimisht do të jesh njeri, më pas profesionist. Shumë e drejtë kjo. Në momentin që u riktheve,
çfarë kishte ndryshuar tek ty? Pra, kishte ndryshuar këndvështrimi yt për atë çfarë kishe lënë, bëre diçka ndryshe nga ajo që ti bëje më përpara, pra ndryshoi qasja jote, mënyra jote të punuarit? Po, ndryshoi. Duke qenë se unë kisha fitu pak eksperiencë, isha më i hapur të kërkoja hapësira për të bërë ndryshime ose për të dhënë ide të reja. Sepse kur fillova unë si ndihmës bankier, domethënë isha 8 orë në lavamant, thjesht laja dhe thaja gota. Ka qenë torturues le të themi, po domosdoshme. Nuk ka asgjë për të humbë në çdo lloj profesioni, normalisht unë flas nga ana ime. Më thënë gjithmonë në rritje. Nesër mund të ndryshoj profesion, mund të gjej një punë tjetër, nuk e di, po këtë e kam të fituar. Absolutisht. Ke vazhdimisht besoj të rinj student që vinë nga shkolla që ju i trajnoni pastaj për t'i marrë në punë. Po. Edhe si është ajo, si e shikon atë ballafaqimin e atij brezi që ti ishe dikur, por ishe në tjetër perceptim dhe se si qasen të rinjt sot. Do të thënë po thjesht e kam harruar fare, është gati 10 vite. Se kur më thej që unë rria 8 orë në banak duke lar gotat, kurse tani kur e merr një barist apo bartim pse thotë unë do laj gotat. Është rikthim gati 10 vite nga dita ime e parë punës si bartender. Patjetër që ka student që kanë shumë qef të mësojnë. Do të thënë që edhe drejtohen në vendet apo stafat për të mësuar për një kurs, qoftë për bartender, qoftë nuk e di për kuzhinë. Ka edhe nga të tjerët pastaj që thjesht punojnë për të kalu pas ditën, edhe në fund të muajit për të pasur rezultate. Për të pritur atë. Por besoj që ne duhet bëjmë më tepër për të gjetur atë mënyrën se si brezi i ri kupton sot. Ka mënyra të ndryshme, ne dikur funksiononim ndryshe, sot besoj ne si më të rritur dhe si më të sprovuar duhet të gjejmë ne ato mekanizmat që ti motivojmë edhe ti ingranojmë, ti fusim në atë procesin që për ata të jetë atraktive puna që bëjnë. Unë mendoj që ka vend për të gjithë. Si unë si bartender, pavarësisht se unë si bartender nuk bëj vetëm punën e bartenderit, nuk merr vetëm me koktejlet e zen, merr me gjithë punën e banakut, gjithë procesin, menaxhimin e banakut. Studentët që po flisnin, do të thonë edhe një njeri, ta marrim sot që nuk di të bëjnë asnjë gjë, mund të gjesh patjetër një vend në banak ose në shërbim të çdo lloj gjëje. Duke parë dhe pak ku pëlqen ai të pozicionohet. Do të thonë duhet ndoshta një javë për ta parë, po patjetër ja gjen vendin diku nëse ai ka dëshirë për të punuar. Pastaj nëse s'ka dëshirë për të punuar, marrëdhënia do të jetë interes i pastër nga të dy anët. Absolutisht, po ndonjëherë të rinjt janë paktën ajo çfarë unë shoh sot, janë në të fazën që nuk e dinë se çfarë duan. Edhe një mentor i mirë mendoj që arrin të dalloj ku ai e ka prirjen, por duke i ofruar që ai ta eksploroj vendin e punës dhe ku pozicionohet. Dhe kjo është si thua ajo detyra e ne më të rriturve që duhet ta bëjmë fiks. Duhet drejtimi, duhet orientosh. Edhe mos themi që të rinjt s'bëjnë, të rinjt s'duan, janë të aftë etj. Unë mendoj që janë të aftë në mënyrën e tyre, por kohën që po rriten me mekanizmat dhe me teknologjinë që po rriten, kështu që do të gjejmë të përshtatjen. Tani më kujtoi një rast. Jam larg se këtë sezon kemi pas një vajzë në staf, më e vogla e stafit, po që shpesh bënte punën e gjithë në bashk. Nuk mund të them që e kishte me pasion, nuk e di, nuk është se kam diskutuar ndonjëherë si këtë temet, po që punën e bënte shumë mirë. Shumë e aftë. Do të them mjafton të shikonte një herë nëse do bëni një koktejl që rrallë bëheshte, ai ishte aty duke më shikuar, më duke më pyet për ingredientët, masat, fikset, patjetër. Ku duan të rinë. Me idenë që atë punë që e bënte, ta bënte tamam. Deri në fund. Do vazhdonte gjatë sezonit, s'do vazhdonte shpjesë. Kaq kërkojmë atë rinj. Për sa kohë janë aty të bëjnë më të mirën e tyre dhe me përgjegjësi. Ti sigurisht je marrë me pjesën e pijeve, me eksplorimin e barit, alkooleve në përgjithësi. Si shikon pijet shqiptare? A kemi ne produkt shqiptar tek pjesa e alkooleve që ti mund ndërtosh koktejle dhe mund t'i përfshim edhe mund t'i fusim në bar, duke i dhënë dhe një lloj përparësie produktit ton.
Ne do të krijojmë së bashku një event ku ti do të na tregosh se çfarë do bësh me produktet shqiptare, pa ajo do jetë në praktik dhe unë po të pyes tani në teori. Patjetër, mendoj që ne përfaqësohemi me rakin. Mund të bësh në disa kombinime me rakin, po edhe si shots, kur ne kemi shërby në formë mirësardhje për klientët e huaj kryesisht, se tani rakia të ne, më thonë shërben shtëpia edhe në disa bare, mendoj që shërben. Që është futur, po kryesisht tek të huajt, tek turistët, më thonë le një impakt goxha të mirë mirësardhja me një shots rakie, gjithmonë pyesin, japin komente që është shumë e fortë, pyesin nga vjen nga rrushi, nga kumbulla, nga thana. Ato varietete ndryshme që... Më thonë, siç varieteti rakis mund të jetë ndryshëm, edhe miksimet për koktejl mund të jenë ndryshme. Çfarë do ishte një koktejl i bërë me rakie? Pra baza rakie edhe se si do të vinte pastaj edhe se si mund ta quani. Po, patjetër mendoj që do të ketë lime, unë e dashuroj lime. Okej. Koktejli im i preferuar është mojito, ajo ka lime, është i freskët. Nuk e di, të them drejtën, në kombinim tani kryesisht koktejlet pihen në verë. Ja do të preferoj që kur bëj eksperimente me koktejle, të bëj me produktet e stinës, e zem me luleshtrydhet në qershor, kur bëhet sezoni i luleshtrydheve, preferoj të bëj shumë koktejle me luleshtrydhe, miksime ndryshme. Edhe me rakin do ishte një kombinim i lezetshëm, mendoj se luleshtrydha nuk është as ëmbël as e afët. Që mund t'i ulte një çika të vreshtësi, ndoshta që rakia ka. Patjetër koktejli këtë ka. Domethënë se kryesisht koktejlet kanë një tekë alkool. Edhe duke i shtu ingredient tjerë e zbut atë intensitetin, pra e ulin që këtë forcinë, domethënë ndehesh më avash. Pastaj koktejle maksimumi 3-4 mund të pish, ndryshe nga një gotë 100 që ti mund ta shtosh. A është e vërtet që një bartender i mirë është ai që të dal nga dal, që të bën të marrë shtia dhe maksimumin nga alkooli dhe pastaj nga fundi para se ti të largohesh prap të sjellin në vete që ti kur dalësh jashtë barit ti të dalësh prap koshient. Po, shumë e vërtet. Ju nisi kimistët, ju të merrnin qafë ose jo? Jo, fix. Ke ndonjë eksperiencë me klientët e tu? Të tipit të situatave të bëri tap, patjetër. Të situatave të agravuara nga alkooli. Sidomos me turistët që nuk kanë limite me sa kuptoj. Këtë vit, një shembull këtë vit, kam punuar domethënë në një beach bar ku ofron shërbimin e all inclusive. Që e hapesh nga ora 10 deri në 10 darkës, 10 mëngjesit deri në 10 e darkës, pijet ishin pa limit. Edhe ditët e para vinin euforik turistët dhe donin të pinin sa më shumë, patjetër, pijet falas. Dhe kur unë e kuptoja që ato ishin gjatë të dehur, të në thanë shocat ishin gjithmonë me ujë. Nuk ishte më as tequila, as vodka. Sepse të s'dinin tonin jo, do me thënë. Në më thënë një shot tequila ato, ujë, një shot ujë, do më thënë edhe donin cheers. Ti po pije ujë ndërta. Edhe turistët. Në momentin që unë e kuptoja që ishte gjatë tapës, që nuk e kuptonte se çfarë po pinte më. Për shembull turistët që pinë më tepërmi. Polakët, çekët kam dëgjuar shumë. Sa do të thoja polakët. Janë shumë afër kulturës tonë. Shumë afër kulturës. Kam provuar edhe një alkool që i ngjasonte rakisë tonë. Nuk e dija, ditë isha shumë përgjumësh. Saj kishte ardhur një grup turistësh edhe më ofruan një shot nga pijet e tyre. Nuk që hënras në gjezë, më thënë dhe thjesht e ktheva kështu nga kurioziteti, dhe gjatë gjithë ditës po thjesht isha tapë. Më thënë karma më kthi dhe më pa. Imagjino se sa pinë ato dhe çfarë intensiteti. Shumë rezistencë të madhe. Më thënë pa dallim gjinije. Ato pinë të gjithë, pa. Shumë. Ta cek, klientët e mi preferuar janë në norvegjese, nordikës. Më thënë ka një etikë shumë të mirë të porositurit produktit. Ta kërkojnë fix ato që duan. Domethënë se janë të qartë, pra, çfarë kërkojnë, po, dhe nuk mund bësh ndryshime. Një shembull, për shembull në vodka sour në Shqipëri kemi klasikun me Food Passion.
Ato doni vodka farin klasik. Vodka, sheqer, lajm. Ashtu siç. Fix, kaq, po. Edhe për produktet që ato kërkonin, ne zemë whisky sour. Do të thonë, whisky sour shpesh herë bëhet pa vezë, në bardhan e vezës, edhe veza, jo vetëm gati, futet edhe te koktejle. Edhe kur më vinte dikush që ma kërkonte koktejlin fix, unë mundosha të bëja atë klasikun që ato kërkonin, jo ndryshime që mund të kemi bënë ne, ose ato që ne jemi mësuar të shërbejmë për tregën shqiptar. Interesante. Pastaj ka edhe nga ato klientët që thjesht kanë dëshirën për të provuar një koktejl, nuk kanë informacion me drejt, nuk i dinë. Por është i hapur. Po. Në rasti më i bukur, është edhe shumë viral edhe në TikTok, doja dhe mund të ndodhte herë tjetër, ishte një Negroni pa alkool. Negroni pa alkool është thjesht një gotë me akull. Sa më habite. E kam prit me zora të ditë, edhe jepet edhe për mua ajo porosi. Edhe e dyta një margarita pa alkool. Edhe margarita nuk po pa alkool. Mund të bësh çfarë dush edhe mund t'ja servish edhe ti thosh që po, kjo është. Edhe ato do e pinë me kajsi mendoj. Po mirë, për sa ku e shijojnë janë të gjithë happy. Përderisa e kërkon pa alkool. Çfarë komenti ke për klientin vendas, për klientin shqiptar? Nuk jam tradhtar. Nuk e janë shumica, janë shumë të mirë. Domethënë po ecin përpara, domethënë çdo ditë po ecin përpara. Ne kemi një të mirë që evolojmë shumë shpejt. Po. Janë kryeshtar të provojnë risit, se patjetër domethënë tregu ecën çdo ditë. Edhe pranojnë, domethënë fillimi është pak i vështirë, po kuriozitetin e kanë gjithmonë. Kjo gjë më të vërtetë pëlqen sepse na jep edhe ne hapësirën për të ecë më shumë përpara. Në të vërtetë, domethënë jam shumë i kënaqur nga klientët shqiptar, pavarësisht se kulturën e kemi shumë të keqe, domethënë sa shikojmë klientin që dimë që është e dera, erdhi Geri, për vetën shembull, domethënë kafja është gati për të. Domethënë dihet. Kjo nuk më pëlqen shumë, sepse duhet të eksplorojnë çik më tepër thua ti. Ndonjëherë është e nevojshme, se ne kemi këtë kulturën e shërbimit, pak e kemi vetë shërbimin. Unë vetë nuk i zgjedh kur mbarët me vetë shërbim. Nuk më pëlqen, nuk i di, kam akoma kulturë. Do që të dhe sjellin apo jo, të shijon më tepër ashtu. Po. Kam komoditetin ta bashkëzoj me kamarin për diçka që duhet porosis ose të pyes më tepër për produktin. E do atë kontaktin. E du patjetër, po. Mendoj që, do të thonë banaku, do të thonë ai shërbimi, vetë shërbim, nuk ta ofron këtë komoditetin. Ndoshta këtu tani është pak më e limituar, por se ndërsa jashtë bartenderi, baristi, pra nuk e ka, siç e the edhe ti në fillim, që janë njësoj si kamarierët dhe të japin informacion dhe shkëmbejnë dhe të pyesin, pra hyn në një bisedë shumë spontane, pa bariera, nuk kanë komplekse, etj për të kuptuar çfarë të pëlqen ty, çfarë të bëj, si të shërbej dhe më mirë, po edhe se si të bëj ty të ndjehesh më rehat, për sa kohë ti je në barin e ti. Fix. Komoditetin që kemi ne me klientët, unë si bartender, kur ato zgjedhin tulen në bar, është në vërtet shumë okay, se dikush që ka dalë të pi një pije, din shumë mirë se çfarë do pinë. Patjetër ne mund t'i sugjerojmë diçka ndryshe ose të re, ose të bëhemi të çift partner në pije. Pa të provu gjithmonë, po është më ndryshe ky shërbim i bartenderit se sa shërbimi në një tavolinë bari e zen. Ku e shikon ti veten tënde 5 vitet e ardhshme, 10 vitet e ardhshme, mos po shkoj shumë, po është synimi yt. S'mund ta them synim, nuk kam akoma një synim qartë, po dëshira ime është menaxhimi. Gjithmonë sektor apo jo? Gjithmonë sektor. Kontakte me njerëzit me vërtet më pëlqen. Do them një batutë, një herë ndodhi një njoftim në Instagram. Kërkonin menaxher në një kompani komplet ndryshe. Ishte lidhje me... Ishte me shitje produktesh edhe unë dërgova një CV, patjetër morën telefon, më pëlqeu ideja dhe thashë të shkoj vetëm për kulturë. Për ta pasur si eksperiencë edhe shkova, bisedova me ato. Edhe në fund bisedës normalisht ju thash që shikoj, unë erdha shumë vetëm për kulturë, për ta ditë si funksionon ky sektor, po ndihem në vërtet shumë mirë tek. Por nuk e kam ndërmend se ti të ndryshoj nga sektori ku unë jam. Në fakt është një nga sektorët më të bukur. Çdo ditë është ndryshe. Kjo me të vërtet pëlqen. Me batutë them një herë qahemi nga vera, domethënë që lodhem nga sezoni.
Po puna të paktën në vendin ku unë punoj, domethënë nuk ka dallim, as vera, as dimri, domethënë është njëjtën linjë. Okej, vera shtohet pak më shumë sepse hapet edhe sektori mbi xhbari, domethënë një sektor komplet tjetër i ri nga fillimi, që mund ta shtojnë punën ose lëvizjen. Po puna është e njëjtë lineare gjatë kohës, gjatë gjithë vitit. Do kishe një thirrje, një mesazh për ato që dëgjojnë që janë pjesë e sektorit, qoftë të rinj, po qoftë edhe profesionist, po qoftë edhe ato që jetojnë jashtë dhe shohin pak Shqipërinë akoma me dyzim. Patjetër, më thënë duke provuar nuk mbet asnjë gjë. Më thënë rikthimet. Duke provuar në vendin tënd akoma edhe më shumë. Po. Ne jemi në vend në zhvillim. Kjo besoj që më jep më siguri dhe shumë tjerëve si siguri, dhe më thënë që mendojmë që do hecim goxha. Përpara si në sektorin ku punojmë dhe gjithë sektorët e tjerë, fillimet janë gjithmonë vështira, kudo. Unë kurse ndoshta s'kam menduar vetëm që do ishte një bartender. Po ja ku jam. Do duke provuar me vërtet nuk mbet asgjë. Edhe kjo është e bukura, ku njerëzit nuk duhet stopojnë aty Nuk ku do të janë. dorëzohesh. Ja, nuk do të dorëzohesh. Nëse ke ëndra të themi ose qëllime të pastra, më thënë duhet provosh patjetër. Një mesazh shumë i bukur, Geri, dhe shumë kënaqësi që e ndam këtë bisedë bashk në të mirë të sektorit, por edhe në të mirë të atyre që dëgjojnë. Edhe pse jo, e kemi kauzë personale, po edhe profesionale që ta vëmë atë gurin tonë te kjo kalaja që po ndërtojmë ditë pas dite. Shumë kënaqësi edhe me zor po presim që të shohim eventin që do të kemi së bashku, që të provojmë koktejlet e tua me produkte made in Albania. Kënaqësi është gjithë ime. Faleminderit. Faleminderit.